Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi penal ndaj një 30 vjeçari dhe një 27 vjeçari të dy banues në fshatin Grish. Sipas verifikimeve, 30 vjeçari ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj zhvjerrit të tij, 50 vjeç banues në fshatin Fshati i Ri, ndërsa 27 vjeçari e ka goditur këtë të fundit me grushte për motive të dobëta. Gjithashtu specialistët e Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori në lidhje me 3 raste të tjera. Me datë 21/11/2025 në lagjen Vasil Shanto është gjetur i dëmtuar në rrugë një 55 vjeçar nga Kupliku, i cili dyshohet se është rrëzuar për shkak të gjendjes së dehur. Në rrugën Myzafer Pipa është gjetur i pajet në trotuar një 72 vjeçar, dyshohet se ka humbur jetën për shkaqe natyrore. Në lagjen Perash një 13 vjeçar dyshohet se ka kanosur me thik një 34 vjeçar nga Shkodra për motive të dobëta. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për një 32 vjeçar nga fshati Shelqet, një 31 vjeçare nga Pula i Plazh. Ka kallëzuar se për shkak të një borxhi të pashlyer, ai ka marrë disa pajisje elektroshtëpiake, tavolina dhe karrige në lokalin që ajo administronte. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.